Belina Pupa, terapiste dhe influencuese e njohur në rrjetet sociale, është vënë në akuzë në Australi për kultivimin e një sasie droge të kontrolluar dhe ndërhyrje të paautorizuar në furnizimin elektrik. Zonja Pupa po përballet me akuzën e kultivimit të 43 bimëve kanabisi në një pronë në Escott Park. Sipas dokumenteve gjyqësore, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në periudhën 1 janar-4 prill 2025. Ajo u paraqit në gjykatën e magjistraturës në Adelaide, por ende nuk ka paraqitur një deklaratë për akuzat. Avokatët e saj kanë kërkuar ndryshime në kushtet e lirimit me kusht për të lejuar udhëtimet e saj ndërkombëtare për arsye pune, duke theksuar se ajo ka klient në Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Australi. Megjithatë, prokurorët kundërshtuan këtë kërkesë. Në një reagim publik për Dritare TV, Belina Pupa u shpreh: "Bëhet fjalë për një pronë të dhënë me qira, por është në emrin tim. Gjyqi po mbahet për pasqyrimin e fakteve. Nuk mund të them asgjë më shumë derisa çështja të mbyllet, për arsye hetimesh në radhë të parë, por edhe për të qenë e qartë për të gjithë në fund në radhë të dytë", u shpreh Belina.